ore çfarë ka ky dokument? Si mund të nxirret në rrjetet sociale, ndërkohë nuk nxirret vetëm në faqe e parë, nuk nxirren detajet, unë dua të di detajet. Është serioze apo nuk është serioze? Sepse unë shikoj që po çka ka zbar, nuk ka zbar pasazhe. Por të gjithë draftin dua ta lexoj. Sepse tha zoti Rama do flas me ekspertë, ta konsultoj me ekspertë të mitha. Po kush janë këta ekspertë më tani? Ta dim se zoti Rama nuk është se ka qef që dëgjon ekspertët, më shumë ka qef që ekspertët ta dëgjojnë. Tani na thuaj valla ta dim ne çan këta ekspertë që dëgjon zoti Rama, kupton? Prandaj them, ka ardhur koha për një qasje të re. E para via kuqe, që duhet të ndryshojë. Njerëzit që përballen me akuza për korrupsion, merret e pandehur, nuk duhet të pritet vendimi i formës së prerë, duhet të ndryshojë kjo gjë. Dhe kjo është via kuqe. E para. Ka ndërmend ti bëj Rama thot, nuk kemi nevojë fare thot sepse kemi marrë vota të qytetarëve. Unë po flas për emrin tim, flas për Rama. Jo, dakor. Rama ka një ushtri të tërë me 160 veta, kryetar bashkisë, deputet që i ka. Jemi përballë. Janë mjeshtre të fjalës. Jemi përballë. Janë sa mjeshtra të fjalës në 100 sa veta. Ky është fakti. Është qëndrim politik. Unë mendoj që nëse zoti Rama qëndron rigjid në qëndrimet e tij, nuk na imponojnë dot thot. Nëse do ri në qëndrimet e tij të forta radikale, thjesht duke thënë që ata kanë të drejtë, kjo është një nivel i lartë i demokracisë, kaq nuk mjafton. Zoti Rama duhet kalojë nivelin tjetër, për ndryshe unë ta kam thënë dhe ty, e kam deklaruar edhe herë të tjera, do ketë një disfat në zgjedhjet lokale në Tiranë. Disfat çfarë quhet? Edhe të fitosh me 10.000 vota diferencë, sepse është fillimi i fundit në mënyrë të pakthyeshme. Vetëm këtë skenar, disfatën politikën zgjedhje shikon një radikalizim të protestës. Protesta me kaq numër që ka, me gjithë respektin dhe mbështetjen që unë kam edhe kam shkuar pas atje, dhe i njoh edhe pjesën më të madhe të koordinuesve etj, me këto numra nuk imponohet dot për largim. Pra, duhen numra të tjerë. Nuk imponohet dot as për largim, nuk imponohet dot as për ndryshim sistemi. Me kaq numra ata mund të jenë në qendër të vëmendjes opinionit publik, por duhet të jenë 7 fish, 10 fish që të jetë serioze gjëja që të thrasi mendjes majoranca, por dhe opozita. Sepse në fund ditës gjithçka do shkojë tek kuvendi, si për atë që do të jetë ministri teknik, që është një kërkesë e tyre, dhe me gjitha ndryshimi i sistemit. Po nëse kjo do shtator arbër se tani 7 fish në mes të pastaj falli nuk e hedh dot. Ku pi kafe, pi ekspres, nuk pi as kafe turke që ta kthejë filxhanin. Ne po shkojmë te një skenar, ne s'po themi do të jetë kështu. Dhe skenaret ne jemi në gjendje i fusim te matrica e analizës e themi nëse protesta i fishon numra. Ka disa variabla. Rama vazhdon të mbetet në këtë qasje. Ka disa variabla. Variabla e parë shtojnë numrat, Rama qëndron aty e zvarrit e shtyn, është një variabël. Por nuk do ishte mirë në të mirë të vendit nëse aty do dalin 500.000 veta dhe do qëndrojë përsëri ekzekutivi. Por ka dhe një gjë që duhet të jem korrekt me gjitha palat. Shikoj edhe diçka. Në pjesën më të madhe njerëzit më të zhumshëm që thonë Rama jep dorëheqjen, janë individë që kanë thënë që në fillim Rama jep dorëheqjen. Që në 2013-ën. 2014, 2015, gjitha vitet janë të njëjtët persona. Këta njerëz nuk e kanë legitimitetin që të kërkojnë largimin e kryeministrit. Ata njerëz të cilët nuk kanë thënë që në kryetarës Rama të japi dorëheqjen, pra që në 2013, 2014, 2015, pra janë, po themi, njerëz vërtet ka qenë votues të Ramës, po thua. Votues të Ramës, njerëz të zgënjur, mbështetës e tjerë, ata janë shumë serioz. Nëse unë shikoj njerëz të cilët kanë 13 vjet që thonë Rama jep dorëheqjen, s'kan legitimitetin për ta kërkuar. Nuk është serioze, sepse ata këtë qëndrim kanë patur edhe para protestës. Ata këtë qëndrim kanë patur edhe para zvënesit. Dhe këtu është një pjesë e madhe që janë atje. Unë po flas për pjesën e shëndetshme. Prandaj, nëse do ishte avangard, nëse do ishte një numër të paktën 10 fishë atyre që protestojnë, atëherë situata ndryshon. Për mua, po. Arbër duhet marrim parasysh ca faktorë. Në protest dhe të përgjithsisht Tirana, në masën 95%, me përjashtim në një qytetar që mund të vinë nga Durrësi, siç është ai prindi me atë fëmijën që dhe arrestua. Tash duhet të kuptojmë diçka. Tirana është diku 900.000.
900.000 banor me 3 javë të hatër, para, ata ishin. Po shoh një lloj distancimi kohët e fundit. 3 javë të muajin e fundit ndjes. Të bëjmë një matematikë të thjeshtë, pra praktikisht e gjithë Shqipëria nuk është se ka mundësi të marrë pjesë në protestë. Aq më keq shtresat më të varfra që e kanë dyfish më të vështirë. Pra para mendo dhe një qytetar i varfër nga Durrësi, që nuk është një distancë e largë, duhet të paguaj diku 400 lekë, mos gaboj, vajti ardhi për furgon, duhet të ketë shpenzime të tjera, pra i kushton 5 orë, 6 orë kohë. Do me thënë që të vi një muaj në protest aty i kushton 30.000 lekë të reja ose 300.000 lekë të vjetra, që nuk e ka këtë mundësi ta bëj, se është i varfër. Dhe në këtë kuptim, protestat duhet parë pak më hollësisht, pra e para jo gjithë Shqipëria ka mundësi të jetë atje, shtresat e varfra që duhet të jenë më shumë e kanë dyfish më të vështirë, ndoshta edhe për shkak të punës. E dyta, diaspora s'ka mundësi të jetë atje përgjithmonë, pra mund vi një fundjavë 2 e kështu me radhë. Dhe e treta, me aq energji sa kam parë tek njerëz të saktuar, nuk besoj se do të shfryhet në një moment protesta. Pra mund mbetet në numra më të kufizuar, jo në ditët e lavdis, por besoj se çështjet janë aty, janë të pa adresuara, vullneti i protestuesve është atje dhe mendoj që protesta prapë mbetet në norma të panjohura. Ka ndodhur kur në gusht protest në Shqipëri. Okej, dhe kjo është paka shumë ajo që mendoj për numrat e protestës. Pra s'mund të jenë gjithmonë masive, shto dhe faktorët e pushimeve, po ta bëjmë analizën me persona që të paktën kanë dalë një herë atje, sa do t'ishte, po themi, numri real i atyre që kanë shprehur kundërshtim. Pra që mund të kenë qenë vetëm të paktën një herë. Dhe në këtë kuptim besoj që është me të vërtet një kërkesë e madhe për të sjellë ndryshime pozitive në Shqipëri. Ndërkohë, Gjoj, si e parashikon nëse Rama ka zgjedhur të thotë që nuk kam nevojë të kem marrëveshje me ta, sepse nuk më imponohen dot, mbase, ashtu siç tha Arbri, për shkak të këtyre numrave, Rama e ndjen që kaq numra sa janë nuk i imponohen dot. Nëse në shtator, në tetor, ku përflitet se do bashkohen, apo le të themi qyteti kthehet nga pushimet dhe rinis ajo, le të themi, ai cikli prej fillimit. Si e vlerëson nëse këto numra rriten, apo, si thot Arbri, nëse këto numra shtatëfishohen, a mendon se ky qëndrim i Ramës do të ndryshojë? Rama po bën një gabim, Rama po refuzon, po themi, një proces normal, pra që qytetarët dalin, pa ushtruar dhunë, pa bërë, domethënë, akte vandalizmi, e kështu me radhë që t'i jap një zgjidhje. Pra më thoni një masë që ka marrë që nga dita 0. Është marrë në një masë, është shfuqizuar në i ligja, është premtuar diçka që do të filloj një proces Te Besa i e tha, Te Besa nxjerr ishte një lloj tërheqje dhe tha për brenda 90 ditëve ne mund ta diskutojmë këtë, pastaj të vendosim. Redi, nëse ti flet për Bezë, bën një fjalim të bukur dhe gjysmore më vonë marrin vesh që ke rraur politikisht Erion Braçën e ke nxjerr nga salla sipas disa media atë për çfarë Bese po flet. Nuk kupton sa po predikove diçka për dëgjuar mendimin kundër dhe izolove zërin e nga të paktat zëra që ke që thonë dy gjëra në partitën për çfarë Bese. Po them këtë, Rama dha Besën, ato protestuesit e refuzuan të në darkë. Çfarë Bese mund të presësh kur ti flet domethënë para kamerave për një mendësi ndryshe të qeverisuri dhe zërin e vetëm që kem parti që mund të thotë tek tuk dy probleme ti e mbyt në kuptimin politik gjithmonë, pra se nuk dihet fikt çka ka ndodhur, raportimet janë nga më ndryshe, po si mund t'i zësh Besë, po themi kësaj forme të të paraqiturit ndryshe në publik dhe ndryshe sa po fiken kamerë, domethënë nëse pastaj çfarë ndalon, pse duhet t'i vinë në tavolinë kryeministrit ta njerëz që ai të marrë sa vendime? Ç'është kjo ideja, hajde të bëjmë dialog. Pse duhet të bëjmë dialog? Në këtë do bësh dialog, atje s'ka asnjëri që të përfaqësojë gjithë sheshin.
Ti qofse do të adresosh disa kritike e kryeministrit, ore pse dialog, nëse ti ke reflektuar të shohim se ndryshime, çfarë ke ndryshuar? Apo hajde një herë ke unë që ta bëjmë sikur jam unë heroi prapë që po ju shpëtoj. Jo, unë them këtë që duhet ta themi që protesta ka vendosur. Po është zhgënjimi mëret. Ai një stek shumë të lartë. Ai thirrri studentët, hajde flasim. Ora dakord për 10 pika, çfarë ndryshoi për atë? Sa pika janë zbatuar? U bë kampus i ri, ku është? U përgjysmuan tarifat, u përgjysmuan 3 vite, janë prapë siç ishin. Si ti besosh për dialog? Dakor. Është dhe konsumi politik që... Po. Arber, ndërkohë, si e shikon në situatën në raport me faktin që, dhe këtu do bëjmë një lidhje më pas edhe me protestën sigurisht, po me faktin që SPAK kërkoi zgjatjen e hetimeve dhe për 3 muaj për zonjën Balluku. E them këtë dhe e lidh këtë me protestën sepse dihet që SPAK mund të jetë një nga nxitësit më energjizuesit, më kryesor të kësaj proteste. Fjala vjen nëse shkon dhe kërkon mandatin e zonjës, kërkon arrestimin e zonjës Balluku apo imunitetin e zonjës Balluku në parlament. Si po e vlerëson SPAK-un në raport me atë që përfaqëson sot protesta? Shiko, nuk mund të bëj dot një lidhje ose nëse ka një korelacion SPAK protest, këtë nuk di ta them. Por që SPAK me... Protesta është gjatë gjithë kohës duke folur për SPAK-un. Jo, po ka një gjë, tani që temi... Këtë u bë një javë që le dëgjoj të artikulohet në raport. Po duhet jemi një gjë, në ato thirrje që ata i bëjnë SPAK-ut ka me pakta mungesë informacioni. Nuk po them dasha keqe ose ka një agjend, po ka mungesë informacioni. Të gjithë e dinë që nuk është SPAK që arreston zonjën Balluku. SPAK e kërkoi arrestimin e zonjës Balluku, por nuk e la kuvendi. Pra nuk mund t'i kërkosh SPAK-ut, arresto Ballukun, kur SPAK-u e ka kërkuar një herë. Po SPAK-ut mund t'i kërkohet, pse po e vonon si ka shumë, po prit se ka dhe procedura. Ka që një janar që në shkurtë e kërkesa parë. Po zotrik, se ka dhe procedura, ka dhe kërkesa, ata mund t'i thonë, arresto këtë. SPAK ka procedura që duhet ndjeki. SPAK ka treguar që është institucion i pavarur nga maggjoranca. E kërkoi arrestimin e zonjës Balluku, nuk ja la, Partia Socialiste nuk e la. Nuk e la me një argument, se s'kishte akuzë për korrupsion. Për korrupsion. Tani ka një gjë. Të presim dosjen e dytë. Sa e kopsitur është, dhe për mua më mirë të ketë vonesë dhe dosja tjetë e kopsitur, se sa të ketë nxitim dhe dosja tjetë e dobët. Kë doni? Jo, jam dakord unë. Tani, jo, unë dua që SPAK të bëj detyrën. Unë s'mundi kërkoj SPAK-ut dhe shpejtësi, dhe cilësi dhe atë. Koha ka treguar që SPAK-u ka bërë shpejtësi, ka pasur probleme në cilësi. Në cilësi hetimesh dhe ja ku e ke zotin Berisha, ja ku e ke zotin Verlia, që ka dalë 2 ose 3-0 kundër SPAK-ut në gjykatë kushtetuese, edhe GKK-ja, pra prit. Këto gjëra nuk janë të nxehta. Flasim për procedura, për hetime që shtrihen në kohë, kërkojnë ekspertizë dhe nuk ka pse të nxitohet SPAK ta bëj tani. Rëndësishme është ta bëjnë në vjesht. Ata kërkuan 3 muaj kohë. Do thotë që ata për 3 muaj kohë, që kanë kërkuar shtyriën e afatit, të hetimit, mendojnë që për 3 muaj do ta kapin. 3 muaj i bie fundi i tetorit. Kështu që janë 3 muaj që unë uroj që ata ta konkludojnë me një dosje cilësore. Mua nuk më intereson emri i Belinda Ballukut, emri i Arben Ahmetajt apo Erion Veliajt. Mua më intereson procedura. Dhe dua që SPAK të bëjë procedura të sakta, cilësore, të mira dhe timore. Pra, vonesa po më thua ka të bëjë me këto. Po për mua kjo është, sepse apo ka të bëjë me pafuqinë e SPAK për të goditur Ballukun. Jo, ku shikon pafuqi? Pafuqi ligjore, tani pafuqi ligjore, pafuqi ligjore. Doli një vil aty në emër të dikujt. Duhet jemi realistë, shikoj. Duhet jemi realistë, mos ta keq informojmë dhe keq orientojmë publikun. Në fund të ditës, SPAK nuk ka fuqi jashtë toksore, ka fuqi brenda ligjit. Po të drejtë kemi dyshojmë ne tani se. Dhe fuqia brenda ligjit kush është? Është që ti kërkon arrest ose jo. Po në fund të ditës SPAK është palë e interesit. Pra janë 2 ekipe futbolli. Është Argentina, është edhe Anglia. SPAK-u është Argentina. Në rastin konkret, ndërsa është arbitri që vendos, është gjykata.
Prandaj unë them, të jetë një dosje. Kam parasysh procedurat për Veliajn. Prandaj them të jetë një dosje totalisht cilësore për mua dhe të jetë e pakthyeshme, e parefuzueshme dhe mbi gjitha, ndryshe nga herë e parë, opinioni publik duhet ta di. Çfarë duhet të di? Duhet të di episode, nëse do ketë, se nuk e dim, nëse do ketë episode, ore cilat janë akuzat në zonës Balluku. Cilat janë raste që ajo dyshohet se ka bërë korrupsion, nëse do ketë. Sepse 16.000 faqe u thanë te dosja e parë. Po u fol për 300 apartamente tjera. U fol, po nuk ka dalë një fjali më redi. Tani ti kërkon arrestimin e një deputeteje, e zëvendës kryeministres në detyrë. Ore, po na jep një fakt dhe ne si opinion publik, more. Ore, na jep 3 fakte. Ta dim dhe ne. Nuk po them ajo që ndodha më herë që dilte dosja atje këtu. Po na jep një argument, ta dim dhe ne. Ore, të themi dhe ne disa gjëra, sepse ne kemi profesion këtë gjë. Dalim në media, flasim, ti del, Gjoj del, ore, ta dim dhe ne opinioni publik, se ne jemi ata ndërmjetësit. Pra gazetari ndërmjetës midis institucionit dhe publikut. Pra jemi në mes. Na jep dhe ne disa gjëra, e ore jepja dhe publiku, ta di publiku. Sepse një nga argumentet më të forta që ka patur Partia Socialiste ishte që nuk ka akuza për korrupsion. Ka për procedurë, ndryrje në procedurë tenderimi e cila nuk është ka rezultuar në korrupsion. Por ka qenë fjala e tyre përballë fjalës së tyre, nuk e dim realitetin akoma në 16.000 faqe. Dhe pastaj kemi edhe atë parodinë e Agron Shehajt, që vajti vodhi dokumentin dhe kur i thanë gazetarët, po mirë, ju i keni bërë presion Partisë Demokratike që po të ishe ti dhe të nxirje dosjen Balluku. Ti pse se nxirje dosjen në fjalë, po jo se unë, po ashu, po kështu, po se ndej këtej. Tani, kemi dhe parodi të tilla, politikisht, që kur i marrin atë dosjen, niveli i dosjeve shumë i ndryshëm. Patjetër, po them, patatet e nxehta duhet tani, thuaj unë nxjerr gjithmonë, nuk mos thuaj që nxjerr ti me duart e tua, po bëj siç them unë. Se pastaj në shkon si puna e turmës, që thot arrestoj Ballukun, po ndërkohë Balluku mund të arrestohet për 1 muaj dhe dali pastaj për 2 ditë. Prandaj them që duhet të jenë të kujdesshëm dhe të jenë dosje cilësore. Për mua, s'pak nuk do të ndikohet fare as nga opinioni publik, nuk do të ndikohet fare as nga faktorët ndërkombëtar, as nga faktorët lokal. S'pak do të shikoj, ka korrupsion apo jo, ka dyshime për korrupsion apo jo, ka prova për korrupsion pastim parash apo jo. Nëse s'pak i ka këto prova, i ka prova të qarta, të forta, i kërkon gjykatës, gjykata thot arrestoje. Në përditësimin e fundit kishte disa detaje më shumë, flitej për vilën, kush e ka arreduar, dyshimet. Po se kemi parë mirë, Gjoj, tani Netflixi, adresa akaunti, edhe ti mund marrësh me qira një vilë, edhe mund t'i vësh akauntin të Netflixit. Po mos e kjo është një nga elementet. Pra tani, duhet të jetë çik më serioze gjëja, mendoj unë. Arber, shiko pak, nuk mund të them nëse do të bëhet apo jo një kërkesë e re. Vendimi është i kushzuar nga rrethanat e hetimit, rezultati do të kemi dhe parlamenti e ka marrë një vendim për një kërkesë ne bëm. Nuk mund të shkojmë sërish me të njëjtat prova. Sa i qartë? Po, shumë i qartë është. Nuk mund të shkojmë sërish me të njëjtat prova. Pra, s'pak po ta thot, po heton intensivisht për prova të tjera. Pra po ta thot vetë ai. Po mund dakord, ne po kërkojmë prova të tjera, zotri. Ato prova nuk mjaftojnë. Më prioritare, ëh? Pra ato prova nuk mjaftojnë, ne po shkojmë dhe po hetojmë prova të tjera. Pra i ka thënë shumë mirë. Më mirë se kaq, është prioritare, janë 9 oficer prokuror që po merren me këtë çështje. Kontrolli zhvimi i tim. Pra po ta thosh shumë qartë. Dhe unë këtë mendoj. Zoti bravo, deri tani po tregon profesionalizëm. Dakor. Edhe pse unë jam kritik si gazetar, unë jam me pjesën e medias, jam me transparencën, me publiken. Unë mendoj, përveç çështjeve që lidhen me sigurinë publike, me sigurinë kombëtare kryesisht, siç është ajo edhe kjo e armatimit, që kam dyshimet e mia dhe atje, sepse nëse e marrin dokumentin 140 deputet, nga këta 140 deputet, 30 janë pa certifikat sigurie,